–22 gradë Celsius është temperatura aktuale në Prishtinë, ndërkohë që lidhemi tani me Ferizën, atje është Dritoni, kolegu jonë, e së bashku do t'jetë me Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, të cilit do na sjellin bashkë disa detaje për sa i përket parashikimit të modit për gjatë gjithë javës. Driton, Besim, nëse më dëgjoni, ju përshëndes nga Prishtina dhe ju kalojmë linjen. Po, ne ju përshëndesim nga Ferizaj, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj, dhe si çdo të hënë, drejt për së drejti, do të sjellim parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga meteorologu Besim Aliu, rreth parashikimit të motit për këtë javë. Jemi afër heliografit dhe se a do të kemi diell gjatë kësaj jave, apo si do të jetë situata meteorologjike, pra do të na fletë vetë meteorologu Besim Aliu. I nderuar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Atë çfarë moti na pret gjatë kësaj jave? Po do të jetë një javë kryesisht me diell, përjashtuar ditën e najtë, ku nëpër disa zona të izoluara mund të ketë vranësira të ashtu quajtura konvektive, të cilat mund të shoqërohen me reshje shiu dhe era, do të thotë era me shpejtësi dikon 10 deri në 12 apo dikon 13 metra për sekond. Do të jenë këto reshje shumë lokale, pasi që pothuajse gjithë java do të jetë kryesisht me diell dhe me temperaturat të cilat minimale do të lëvizin nga 11 deri në 17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 30 në viset e larta deri në 34 dhe 36 në viset të ulta. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore dhe veri lindore, shpejtësia së cilës mund të jetë nga 1 deri në 6 metra në sekond, tash përjashtuar ditën e najtë. Duke filluar nga sot, temperaturat minimale janë regjistruar nga 12 deri në 17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të arrijnë nga 30 deri në 35 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri lindore, shpejtësia së cilës mund të jetë nga 1 deri në 4 apo dikon 5 metra për sekond. E martja mot kryesisht me diell, me temperatura minimale të ngjashme me ditën e sotme, 12 deri në 17, kurse maksimalet e ditës pothuajse të ngjashme 30 deri në 36 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga verilinja, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 5 metra për sekond. Dita e mërkurë do të jetë mot me diell dhe vranësirat të pakta të cilat do të fokusohen kryesisht për rreth relievit malor, temperaturat minimale nga 11 deri në 16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 30 deri në 36 gradë Celsius. Do të fyr erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore dhe veri lindore, shpejtësia së cilës mund të jetë nga 1 deri në 6 metra për sekond. Dita e njëjtë do të jetë fillimisht mot me diell, pastaj vranësira të pakta të cilat gjatë ditës do të marrin karakter zhvillimi dhe nëpër disa zona mund të përcjellen me reshje shiu. Temperaturat minimale dita e ajtë do të lëvizin nga 12 deri në 17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të ulën për 2 gradë nga 30 deri në 34 gradë Celsius. Do të fyr erë kryesisht nga pjesa veri lindore. Shpejtësia së cilës mund të jetë nga 1 deri në 6 metra për sekond, por në zona ku parashihet që të kemi reshje, shpejtësia e erës mund të jetë më e lartë. Të premten, mot kryesisht me diell, me temperatura minimale nga 12 deri në 17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 30 deri në 35 gradë Celsius. Do të fyr erë kryesisht nga pjesa veri lindore, shpejtësia së cilës mund të jetë nga 1 deri në 5 metra për sekond. Do të thotë se këto të rishra të shiut që i përmendë ditën e najtë që do të jenë lokale, a është për shkak të avullimit? Po sigurisht se shkalla e avullimit, ne i regjistrojmë edhe avullimet këtu në qytetin tonë, edhe përgjithësi do të thotë në rrjetin tonë hidrometeorologjik. Avullimet janë dikon 8 deri në 8.5 mm, do të thotë kemi humbje për çdo ditë në këto temperatura të larta, pra kemi një thatësi bukur të lartë dhe këto do të thotë për shkak të erës së dop, këto avullime mund të shkaktojnë që në zona të izoluara të krijohen të ashtu quajtura vranësira konvektive dhe të shoqërohet në të thotë me riga shiu, por që do të thotë në aspektin kështu themi hapësindor nuk parashihen që të kemi vranësira të cilat vijnë do të thotë nga territorë të tjera, por vetëm aty diku të krijohen për shkak të këtyre avullimeve. Sa i përket rajonit? Po sa i përket rajonit, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Maqedonisë, atje temperaturat minimale do të lëvizin nga 11 deri në 22 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 33 deri në 40 gradë Celsius. Do të thotë mot me diell, do të thotë moti do të jetë atje kryesisht me diell,
dhe vranësira të pakta nuk janë paralajmëruar rreshje. Në Mallzi temperaturat minimale parashihen të lëvizin nga 7 në viset e larta deri në 23 në viset e urta dhe përgjatë Bregdetit, kurse maksimalet e ditës nga 23 gradë në viset e larta dhe maksimalet do të arrijnë përreth Bregdetit dhe Podgorica do të ketë temperaturën më të lartë me 40 gradë Celsius. Shqipëria parashihet që të ketë temperaturat minimale nga 17 deri në 25 gradë Celsius, kurse maksimalet nga 28 në viset e larta malore deri në 40 gradë në viset e ulta dhe përreth Bregdetit. Atje nuk parashihet të kemi rreshje shiu sot dhe nesër, pastaj nga dita e njëjtë dhe premte është paralajmëruar se atje do të ketë një çrregullim i përkohshëm. Shumë të falenderoj shumë për gjitha këto informacione të detajuara sa i përket parashikimit të motit për këtë javë. Me nderësosh punëbar. Pra ky ishte parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj. Faleminderit.